Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me 2 përbërës që ju heqë 10 vjet nga fytyra, ja si ta përgatisni. Këto 2 përbërës të thjesht do t'ju ndihmojnë të rinovoni lëkurën tuaj dhe do të dukeni 10 vjet më të rinj brenda natës. Ekspozimi ndaj diellit, përdorimi i produkteve kozmetike, dieta e varfër, ndryshimet hormonale dhe gjithashtu shumë faktorë të tjerë do të përshpejtojnë procesin e plakjes. Sipas ekspertëve, këta faktorë janë arsyeja kryesore përse lëkura juaj humbet elasticitetin e saj. Pra, ne ju rekomandojmë që ju të ndaloni përdorimin e këtyre produkteve të shtrenjta. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni gjysmën e limonit dhe shtoni gjysmë lugë çaj me mjalt mbi të. Fërkoni butësisht zonën e prekur nga rrudhat. Më pas, lëreni atë për 10 minuta dhe shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Dhe e fundit, ju duhet ta lani fytyrën tuaj me ujë të ftohtë për të mbyllur poret. Kosi është i pasur me kalcium, proteina, vitaminë D dhe probiotik dhe nuk ka dyshim se ai siguron jo pak përfitime për organizmin tuaj. Por a e dini se mund të jetë gjithashtu një përbërës i cili mundet që të bëjë mrekulli edhe për lëkurën tuaj? Kur aplikohet në lëkurë një maskë me bazë, kosi mundet t'ju hidratoj, të lehtësoj djegjen nga dielli, të ndriçoj dhe të eksfolioj lëkurën tuaj. Prandaj ne këtu do t'ju japim disa udhëzime dhe maska me përbërës natyral të ndryshëm, por me bazë kosin për të trajtuar probleme të ndryshme. Për të hidratuar lëkurën, ju mund të ringjallni fytyrën të cilës i ka rënë çehra, duke aplikuar direkt kos në lëkurën tuaj. Siguroni që të aplikoni një shtresë të trashë në lëkurë dhe ta përsërisni maskën 2 deri në 3 herë në javë për të patur lëkurë të butë si të një bebi. Maskën mbajini për 10 minuta, mos harroni që ta përhapni atë edhe në qafë dhe më pas shpëlajeni me ujë të vakët për të eksfoliuar lëkurën. Nëse ju kombinoni kos me përbërës të tjerë, ju mund të bëni një pastë të butë për të hequr qafe, qelizat e vdekura të fytyrës, dhe më pas kosi gjithashtu do t'ju ndihmojë për të ushqyer lëkurën. Përbërësit për këtë maskë janë pikërisht 2 lugë gjelle kos dhe 1 lugë gjelle tërshër. Përzieni së bashku këta 2 përbërës dhe aplikojeni maskën e përftuar në lëkurë duke e masazhuar me lëvizje rrethore. Për të ndriçuar lëkurën, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lule shtrydhe të pjekura, 1 lugë mjalt, 1 lugë kos. Përgatitja: shtypeni lule shtrydhet dhe më pas shtoni mjaltin dhe kosin e pjekur. Aplikojeni në lëkurë dhe masazhojeni lehtë fytyrën. Lëreni për 15 minuta dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të ngrohtë. Pasi lëkura juaj të jetë tharë plotësisht nga mbetjet e maskës, shpëlajeni me ujë të ftohtë në mënyrë që të mbyllni poret. Gjithashtu, këtu do t'ju prezantoj me maskën e fytyrës me të bardhë veze, e cila është shumë efektive. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska për fytyrën. Ajo është plot me proteinë dhe lë lëkurën tuaj të butë dhe të lëmuar. Ju mundet të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni përbërës të gjetur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, tonifikuar lëkurën e yndyrshme dhe kuruar lëkurën e acaruar. Këto janë recetat e duhura për shumë arsye, por kanë diçka të përbashkët. Ato të gjitha përdorin të bardhën e vezës. Atëherë, juve ju duhen 2 të bardha veze dhe 2 lugë gjelle kos. Ndani të bardhat e vezëve nga të verdhat dhe më pas vendoseni ato në një tas. Shtoni 2 lugë gjelle kos, mos përdorni salcë kosi. Përzieni së bashku dhe vendoseni përzierje në fytyrë. Lëreni ato në fytyrë për disa minuta dhe pastaj
Pastrojeni fytyrën me ujë të ngrohtë dhe më pas me një pecetë të ngrohtë. Maska e fytyrës me të bardhë vezë dhe argjil. Përbërësit janë një e bardhë vezë, 2 lugë gjelle argjil, balë të gri të cilën ju mundet që ta blini në Amazon apo edhe në farmaci. Ju duhet një lugë gjelle miell mistri, një pikë nga vaji juaj i preferuar esencial, udhëzime. Përzjeni përbërësit në një tasë dhe më pas vendoseni përzierjen në fytyrë. Lëreni atë të thahet dhe më pas hiqeni nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maska zbutëse me limon dhe mjalt. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur për puçra, por ajo është e mirë për çfarëdo lloj lëkure. Receta. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e bardhë vezë dhe gjithashtu 2 lugë gjelle mjalti rrjedhshëm, 4 lugë gjelle lëng limoni, 3 lugë gjelle kos. Përzjeni përbërësit së bashku dhe më pas vendoseni maskën në fytyrë. E lini për rreth 15 minuta dhe më pas lani fytyrën. Pjesën e mbetur ju mundet që ta ruani në frigorifer për deri në një javë për ta përdorur sërish. Maska shtresëzuese e fytyrës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e bardhë vezë, gjysmë lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle miell dhe një lugë gjelle me sheqer kavë dhe një lugë gjelle me qumësht. Udhëzime. Përzjeni përbërësit mirë dhe më pas vendoseni maskën në fytyrë duke e shpërndar atë me lëvizje rrethore. Në këtë mënyrë ju do ta pastroni atë. Shtojeni më shumë sheqer në rast se ju doni që të bëni një pastrim akoma dhe më të thellë të fytyrës tuaj. Lëreni maskën në fytyrë për plot 15 minuta përpara se ta pastroni. Pas pastrimit ju mundet që të përdorni ndonjë hidratues për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brenda në fytyrë. Maskë për tonifikimin e fytyrës. Vendoseni në fytyrë këtë maskë dhe ju do të ndjeni sikur po ju ndodh një ngritje e vogël e fytyrës, porët tuaja do të ndihen më të vogla dhe fytyra juaj do të jetë edhe më e pastër. Gjithmonë pas kësaj maske përdorni një vaj për fytyrën apo një hidratues. Përbërësit janë një të bardhë vezë, siguroni që veza juaj është shumë e ftohtë dhe një lugë gjelle miell mistri. Rrihni këto përbërës me një pirun derisa të krijohet një përzierje gati e njëtrajtshme. Vendoseni përzierjen në fytyrë dhe lejoni më pas që ajo të thahet. Përbërja është e rrëshqitshme, prandaj për ta vendosur maskën në fytyrë, ju duhet që të shtriheni. Lëreni të thahet dhe më pas shpëlani fytyrën. Në fund aplikoni një hidratues në fytyrën tuaj. Maskë për fytyrën me miell tërshëre dhe kos. Kjo është një maskë për fytyrën e cila përfshin vetëm 3 përbërës bazë. Kjo maskë për fytyrën është e përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurave dhe njëkohësisht ajo është e thjeshtë edhe për të përgatitur. Ajo do të pastrojë dhe do të rigjenerojë lëkurën tuaj. Këto maska për fytyrën me kos janë shumë të mira për një lëkurë të ashpërsuar, të djegur nga dielli dhe njëkohësisht të acaruar. Në qoftë se ju keni një fytyrë të yndyrshme, shtoni disa pika lëng limoni. Përbërësit janë një lugë gjelle miell tërshër të blu arimët, një lugë gjelle kos dhe disa pika mjalt. Në një tas të vogël hidhni miellin e tërshërës dhe kosin dhe përzjeni së bashku. Ngrohni disa pika mjalt. Për ta bërë këtë ngrohni një lugë duke e vendosur mbi ujë të nxehtë për 1 minutë. Më pas shtoni disa pika mjalt në lugë. Shtoni mjaltin në përzierjen e kosit dhe miellit të tërshërës. Vendoseni maskën në fytyrë. Lëreni atë për 10 minuta dhe më pas pastrojeni fytyrën me ujë të ngrohtë. Më pas me një leckë të ngrohtë dhe pas kësaj aplikoni një krem hidratues. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit!